Jemi sërish në hapësirën e intervistës së ditës. Sot ka mbërritur në Shqipëri kryeministri italian Matteo Renzi pas rihapjes së debatit sa i përket mbërritjes së emigrantëve të cilët shkojnë në Itali në kampin e Gjadrës. Fillimisht u fol që do jenë emigrantët meshkuj të cilët do sërëhohen në kampin e Gjadrit, por edhe pse erdhën disa persona u rikthyen sërish në Itali, ndërsa ministri i Brendshëm italian së fundmi ka dalë dhe ka deklaruar se në kampin e Gjadrit do dërgohen persona të cilët janë me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kam dhe kolegen Alba Kepi nga Italia për të marrë informacionet asaj se çfarë po ndodh realisht. Alba, të përshëndes. Përshëndes. Atëherë, Alba, kemi kryeministrin italian Matteo Renzi pasi çështja e emigrantëve e kundërshtuar fort nga sidomos nga opozita shqiptare, por edhe opozita italiane, duket se nuk po ndalon, po përdoren artificat të ndryshme për të bërë të mundur alokimin e emigrantëve të paligjshëm në Gjadër. Kemi një kryeministër që erdhi vetë dhe pa gjendjen. Çfarë po ndodh? Një kryeministër dhe mos harrojmë një mik i kryeministrit Edi Rama, pasi ndërkohë që ishte kryeministër, ai shumë herë ka vizituar Shqipërinë dhe ka shfaqur miqësinë e tij me kryeministrin shqiptar. Ky pakt është bazuar në një marrëveshje të bërë nga Rama me Melonin, pikërisht një pakt për të shndërruar territorin shqiptar në dy kampe për qëndrimin e përkohshëm të emigrantëve të cilët merreshin në ujërat ekstraterritoriale. Dim se kjo marrëveshje është shkruar në 6 nëntor të 2023. Dim se këto struktura kanë qenë gati që në maj të 2024 dhe sot jemi në mars të 2025 dhe kemi një dështim total si të kësaj marrëveshje ashtu dhe të parave të hedhura nga qeveria italiane për ndërtimin e këtyre strukturave. Padyshim Matteo Renzi sot është lideri i Partisë Italia Viva, është një parti në opozicion me partinë dhe me qeverinë Meloni, dhe kjo padyshim ka bërë që ai të jetë dhe të vijojë një nga zërat më të fortë për të kundërshtuar dhe për të quartur këtë marrëveshje një dështim të plotë dhe një harxhim të fondeve publike, të parave të italianëve dhe përgjegjësit siç ka sësuar dhe sot në Gjadër janë në Palazzo Chigi, pra janë në selin e qeverisë italiane. Çfarë po ndodh? Po ndodh se pas këtyre dështimeve, pas vendimeve të gjykatës civile të Romës, e cila i ktheu pas ato pak emigrantë që erdhën, pas manipulimit apo transformimit që bëri qeveria italiane duke bërë një amendament shtesë dhe duke dhënë të kompetencë jo më gjykatës civile, po gjykatës së apelit, dhe më pas rikthimit edhe një herë tjetër të këtij vendimi në gjykatën europiane dhe pas vonesave që gjykata europiane pritet në fillim t'ia jepte vendimin në mars, pastaj në prill dhe thuhet në maj, nëse ky pakt Rama Meloni është në përputhje me normativën europiane, me shëngjasa tashmë keni një manovër të re, një strategji të re të qeverisë Meloni, e konfirmuar dhe nga ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi, pra kemi transformimin e këtyre dy kampeve nga hotspote, nga qendrat të identifikimit kufitar, të kontrollit apo të qëndrimit përkohshëm të atyre azilantëve të cilët kanë paraqitur kërkesën për të qëndruar në një territor europian siç është Italia, kemi në transformimin e tyre në CPR, qendra të qëndrimit për javësim. Unë vetëm t'ju jap një dhënë mjaft të rëndësishme në Itali, ku jetojnë rreth 60 milion banor, me sipërfaqe territoriale shumë herë më të madhe se Shqipëria, ka në gjithë territorin italian vetëm 10 CPR, pra vetëm 10 qendra për riadhesimin e emigrantëve. Ndërsa në Shqipëri një territor me as 2 milion banor, me sipërfaqe shumë më të vogël se Italia, po tentohet që këto dy qendra emigrantësh të krijuar fillimisht për qëndrimin e përkohshëm të azilantëve, të jenë në qendra dëbimi të emigrantëve me probleme. Me probleme pasi urdhër dëbimi në territorin italian kanë marrë kryesisht ata emigrantë, ata azilantë që janë me skeda penale të rrezikshme, që konsiderohen me risk për sigurinë dhe rendin publik, ata emigrantë të cilët cilësohen si skafistë të qenieve njerëzore, si trafikantë, ata emigrantë të cilët kanë dhe lidhje me terrorizmin ndërkombëtar, të gjithë këta janë emigrantë të cilët kanë marrë urdhër dëbimi. Qeveria Meloni gjatë këtyre 2 viteve ka treguar se ka qenë e paaftë të menaxhojë fluksin e madh të personave që kanë marrë urdhër dëbimi, dhe unë duke u referuar shifrave të 2024, ju njoftoj se në 2024 në Itali kanë marrë urdhër dëbimi rreth 29.000 emigrantë
me të tilla problematika dhe Italia ka mundur të dëboj pra të riadresoj vetëm rreth 5.700-5.800 prej tyre. Kjo për të bërë të ditur dhe për të kuptuar se sa i lartë është numri i personave që kanë marrë urdhë dërmimi në Itali dhe si po tentohet që këto dy qendra në Shëngjin dhe në Gjatër të bëhen strehë shtëpi e këtyre personave të cilët dëbohen nga territori italian. Dhe ka një element mjaft të rëndësishëm pasi nëse në paktin Rama Meloni në shkruar në nëntor të 2023 të paktën në klauzola në kriteret e këtij pakti ishte se qëndrimi i azilantëve në territorin shqiptar do të ishte jo më shumë se 28 ditë, tashmë duke kthyer në CPR, duke kthyer në qendra për dërbimin e migrantëve, kozjata e tyre sipas normativës europiane është 18 muaj. Dhe sipas asaj çka kemi kuptuar e politikat europiane, e cila po përpiqet të rishikojë pikërisht procedurën e emigrantëve që riadresohen nga territori europian, kjo kozjatë do të shkojë thuhet në 2026, në 2027 në 24 muaj. Pra, emigrantët, nëse miratohet, aprovohet këtë draft ligj me të cilin është informuar, ka konfirmuar dhe ministri i brendshëm italian Matteo Piantedosi, emigrantët që do mbërrinë në territorin shqiptar mund të qëndrojnë në Shqipëri nga 18 deri 24 muaj. Pra, po më thua se në qoftë se ky projekt ligj miratohet